Po ti, ç'ne këtu? Po neve na thanë që këtu kishe një ndërtim baleje, por këtu s'pas ka asgjë. Loj të mbar, mirupafshim. Faleminderit. Me siguri kjo është dora e babait tënd. Ha më grupi. Dolet, Lash nam lashë. S'lash klas pa trokiti. Mlodhët, Çfarë pas ka ndodhur që ka ardhur ti të na marrë sot? Babai juaj është gjithë ditën punë. Kështu që ne do të rrim bashkë. E kupton? Më fal, po çfarë kupton ti me gjithë ditën se edhe unë do të mësoj? Vërtet, ua sa qef, më kishte marrë mau që të qëndronim bashkë. E nea nuk ka faj, se kur I kujtoj si ta bëri atë kokën e kuqe, ndjej në siklet, po mos më kishe mua. Unë I kam kërkuar të falur më duket. Ashtu e bëri. Po ka ardhur koha që ky zotëria duhet na kthej borxhin mbrapsht. Se po të kisha folur unë, ti e di që dënim të rënd do të kishte marrë. Ky se unë për vete bashkëpunova me ty. Po, e nëse ke haruar, Ti nuk e ke iden që apsova unë me kokën. Edhe s'mund të harroj kur. As qimet e kokës nuk më dilnin dot. E nea, penoj që ke gabuar dhe e gati të shtysh gabimin që ke bërë. Pra ndaj të dua shumë. Jete? Opa, opa, opa. Hop! Bote. Dil në temë se kuptoj që nuk do më shite shkollajti mua. Unë kam ndruar shtëpi, ti e di apo? Po. Kam problem. Aty ka shumë fëmijë. Po biznesi nuk po mecë. Ata të gjithë më kanë marrë shumë inat. Edhe nuk di si t'ja bëj. Për këtë shqetësohesh punë e mbaruar, e nea gjithë natyra I ka shok. Vërtet mi? Vërtet. Vërtet? O yll, o talent, o e papame. Hajde. Shumë bukur. Nash, o muzik.
Fiskulturë. Fiskulturë. Pa. Dea, ne të dy e di mirë që nuk mund të dalim do të vetëm, na duhet dhe Livia. Po çfarë Livia? Livia nuk e duron do Danielin. Oh, nuk flitet për Danielin, po për babain e Danielit. Bale mua këtë gjë në dorë, ti e di që unë jam një diplomate e papar. Pastaj, ti shko merru me ata të pallatit të Dados, unë po merru me Livia dhe me Gentin. Mos ndërhyr në planet e mia, pa më konsultuar një herë me mua. Dea, ti sheh shumë filma. Prandaj kam imagjinatë më të zgjeruar se ti. Ik tani. Sa shumë që u vënove. Ti Genti mos u anko. Të kam thënë që mos ankosh. Shikoje, Livia nuk po ankoj. Ti ç'ka? Vetëm ne të tre jemi? Për momentin, po. Por, miratimin e Gentit e kam në xhep, por më duhet dhe miratimi jot, e më pas marr votat e të gjithëve. Nëse Besa nuk do jetë këtu, unë bëj gjithë çka pa të dëgjuar fare. Jo, unë do të disë për çfarë bëhet fjalë. Ti Genti pusho. Jam dakord, Livia. Kjo punë bëhet edhe pa Besën. Ç'kemi, po të tjerët na janë. Be nuk e bërë mësimet, tani do vinë. Mos e ke parë që dadën? Jo, pastaj unë nuk jam në kujdestanin e tij. Di se çfarë na bëri pasi humbi ndeshjen? Me siguri ka bërë ndonjë nga ato shakat e tij. Jo, se radhe nuk ishte shaka. E di sa seriozisht e mori? Kush mo ai? Sa keq për ty se pas ke njohur fare. Jo, në fakt unë e njoh. Po të mos ishte ai, unë tani do isha mbytur në kurse. Po nuk mjafton kaq për të qenë njëri i mirë. E diti që ai ka shpëtuar më po humbut? Po mos ishte ai. Dea, do t'ju a kishte kaputur kokat, po unë vetëm një nga një më. Po lëre fare se ka zmorë që është ai. E ke keq mendimin ik. Po t'isha në vendin tënd, do ndroja mendim. Ej, e vërtet është se ai po bën një shkollë verore për ne? Po t'isha në vendin tënd, do nxitoj, se vendet e lira po zihen. E urej kur gënje. Për mirë po gënjen. E pastaj, të nuk i kiti se me sa dashuri e bën Dadoja këtë punë. Për inatin e Danielit ka për ta ndihmuar. Bravo, Livia, për inatin e atij bëre. Se e mërzitën. Se jam i mërzit. Po si mos jemi i mërzit? Se peqa më bëm? Ndoshta dhe unë me të prova pak po. Bas një, përveç te, as një s'më flet. Superman, a thua do bëj gjë e nea me Dejan? Ai më thuvi tani ata. E ki më thuar mirë ata. Pa si thua burë. Bëjnë njerëzit shumë, po i ndeshje futbollu. Në dy gjëra nuk të falë mjetë time. Në fushë të topit, edhe në fushë tablës. Ti ja fut koto, re burr. O, pse u përpoq të korrupton dhe një herë në lojna që nga njëri i keq? Po të them që donte të nxirrja sa më shumë kartona të kuq për ekipin tjetër. E çfarë të kushton ti kjo ty? Moj ti, po që djali ti, më shau dhe më tha i trash? Për këtë mërzitesh ti, mua më thon 700 herë llasica, unë nuk e prish gjakun. Nuk mund ta fal. Atëherë ti po lëndon një zemër që është më shumë e lënduar. Në qoftë se ne fëmijët nuk i flasim atij, ai do sëmuret më shumë. Dhe në qoftë se sëmuret ai,
ti do ndihesh në faj. Nuk do të zënë gjumë gjithë natën dhe do shikosh ëndra të këqija. Mirë, unë po iki tani se kam mësim. Pafshim! Se më pëlqen një këngë të gjepa. Ti të të shkot kamë. Se e shumë e bukur. Mos më pëlqen. Mësu. Se diskutoni për dadën? Mua më vjen keq për të. Por, më shumë më vjen keq që nuk do të marr pjesë në projekte që ai ka për ne. Vetëm gatrua me ne. Ana, po mbase se kishte me të keq o kot? Po pra, mua më ullu gjujnë duke qarë. Sa shpejt është zoni dhe ju. Po Albi e ka parë duke qartë tani o kot? Po mirë, ne e tham njerë fjallën tonë, ta kthejmë mbrapsht të ne. Të gjoni, ai ishte bërë gati që na bëte një shëtitje me teleferik. Por kështu si të shkuan punët, do zoti nuk ka ndërruar mendje. Pse ne kishim fajn? Po derisa sillet kështu, do shta e kemi fajin ne, se nuk e kuptojmë. O, qa thot edhe ky? Mua në fakt do më pëlqente një shëtitje me teleferik, s'kam hipur asnjëherë. Edhe mua. Ku mu zhduk? Ja i gjeta më duket. Ja, më s'kesa kjo. Ja, se është ajo. Që me gënje unë nga leshi e ka njësoj. Ja Allah, shqyqyr që ka dhe stola. O që da gjej, unë të. Ala me djali pas ka vajtur dëm. Thuaj. 7 norma kam bërë sot. Buqesh me bere. Si më duk mua kjo si shoku tiktakut. Jo, mua në bibliotekat me bërë mua në salat e leximit. Dreq si kur s'kan shpi. Si qas shpia këto dreq. Nëna ime pse më bere të vuaj tani. Hajde gje e buqen, ku kam bërritur buqja nga ka thyrë qafën. Buqe, shme bëre të flasë me vete. O një pse, po bëj pak vrap më rëbjo. Vrapo, se të bën mirë për shëndetin. Që më kaputi nga kemet. Të raft një plasje të raft. Se gjithë në kështë toja, avash, lente. Ja si të huta, ja të lumë moj të huta, ja ka lezet kur vrapon. I them këtë një qestin, po ecë më rebje, vrapojnë qik, po na merë vesh kë,
toje, dëgjoj. Bën shumë mirë që vrapon. Faleminderit, Sandri, faleminderit. Po që thua, lumat, kam këllqe për vrapun. Po pse, më? O, Sandri, e ke parasysh atë studenten që ka marrë shtëpi me qera si për meje. S'më pëlqen hiç ajo. Pse? Se si më duket, nuk lë njeri pa futur në shtëpi, me kuqe me maq. Thua, moj. Për sytë e ballit, Sandri. Po si kur ti jetë kjo vajza që shoqërohet me tiktakun tim. E më se s'është nga ato tiktaku. Thua je zeza te utë të gjeti. Kam 10 minuta që po e kërkoj. E kam dikur që nga pallati e deri këtu, po se nga më humbje, se nga më zhduk nuk e di. Ja ku është? U pikërëna. Që ngërka dhe e shoqëruar, Më bëri gjaku nuj. E po tiktaku është në rregull, pra, Sa mirë pas keni dalë? E po, që të bëjmë? Tham ta irosemi njëherë, u mykën brenda në pallat. Shumë mirë keni Po me që po sho, edhe ti pas ke da. Po, ta iroseshim edhe ne. Naftoj ky shoku për një kafe. Kafe? Po pse mbaruan kafet, Andrej, Tiranës, apo këtej, shkurreve, pemve? Mirë me buqe, ajrosu. Ikëm ne, miru pafshim. Pafshim, buqe. Buqe! Majtas, buqe, majtas. Po ku e gjen to të shkreta lafe, Xhana, më? Sandri, ti e di që s'ma haqen i shkopin. E di. Sa kam parun si punë e buqes. Ua, më duket se kjo është ajo që jetë thjerët nga balkoni. Nuk jam i sigurt. Por më duket se kjo është, nga që nuk e ka parë asnjëherë që se plesh në dorë. Sandri, edhe thonë pastaj që fëmijët në kuptojnë. Po një që sa herë të kam thënë që mos i merë të tjerët në përgoj pa që një sigurt. E po gjysh, u thash më duket. Po lëre ore djalin të flasë. Lëre se ka të drejtë. Edhe toti që tani që po e mendoj, asu nuk e kam parë buqe ndonjëherë me që se plerash në përdua. Ja pas janë gjen ti te uta, po ikim në miru pafshim. Miru pafshim, Sandri, edhe mos ma lodh djalin, vrap të letë. Kujdes buqen, se të iku. Pafshim, Sandri, pafshim. Hajt, u dha mbarë. E te uta, e të nëse që forë. Më duket se ja dolën ban. Me ca gënjeshtra të vogla, po me sukses. Pa mënje gjinjerit dhe des, as që do t'ja kishim dalë në banë. Genti, ti e vikni që i kupton herat tim një të vërteta. E pastaj, saj natë që mbaroj ka i shpejt, unë po argëtosha. Ua, veç ta shikonit portretin e Francit, kur i thash unë që do shikon 3 ëndra të gjitha natën. Drini ishte në hall, se mos zjeshin të gjitha vendet në shkollën imagjinare të Dadës. Unë po iki se u bëra vonë, kam frikë se mos më bërtasi mami, miru pafshim. Dea, ikim dhe ne? Jo, unë e Gentin kem një punë. Ti shko. Dea, kemi ndonjë mision tjetër? E po nuk e bashkova të me të tjerët, që mos të më marri mua me vete. E pastaj edhe unë kisha dëshirë që të bëja një xhiro me teleferik. Se e mërzitën. Se jam i mërzit? Po si mos jemi mërzit? Se peqa më bëmë? Ndoshta dhe unë e të prova pako. Bas një, përveç te, as një s'më fletë. Humbja e ndeshjes i kushton Dados shumë. Hakmarrja ndaj fëmijëve bën që ai t'i humbas ata. Për të rregulluar politikën me ta, ai kërkon ndihmën e Deas dhe Eneas, banorëve të pallatit të vjetër. Fëmijët vijnë në lëvizje. Ata përpiqen të mbushin mendjen banorëve të pallatit të Dados se gjithçka që ai ka bërë, e ka bërë pa të keq, dhe se Dado ndihet keq për veprimet e tij. Pastaj unë nuk jam në kujdestarin e tij. Di se çfarë na bëri pasi humbi ndeshjen? Nuk do të zërgjumi gjithë natën. Dhe do shikosh ëndra të këqija. Dea dhe Enea ja dalin ban.
Pas ke ngrën dhe moltë, po si s'ta ngeci në gryk moj të helë mo. Ndërkohë, që në pallat, dikush i lë plerat gjithandej. Kjo çështje e nxehtë Utën. Ajo do të përpiqet me të gjitha format të gjej fajtorin. Mos harroni të na ndiqni në serinë e ardhshme të Dadoja e pallatit ton.